Pse nuk duhet të lani mishin para gatimit? Pastërtia është një virtyt i madh për kuzhinën dhe gatimin, por kjo nuk vlen për mishin. Në kuzhinë gjithçka duhet të jetë e pastër para gatimit, banaku dhe sipërfaqet që përdorim, dhrasat e prerjes dhe enët. Megjithatë, kur përgatisim edhe për të gatuar mishin, duhet të kemi kujdes që të mos e lejojmë, citon nutricionistja Hana Hill. Sipas saj, larja e mishit nuk është një ide e mirë sepse rrit rrezikun e përhapjes së bakterieve. Kjo mund të bëhet si përmes kuzhinës, ashtu edhe nga trupi ynë kur gatuajmë. Sa i përket perimeve, larja ndihmon për të hequr papastërtitë, redukton sasinë e mikrobeve në sipërfaqe, por kur bëhet fjala për mishin dhe shpendët, gjërat ndryshojnë, citoi nutricionistja. Përveç kësaj, nëse mishi është i paketuar, kjo do të thotë se është e sigurt për t'u gatuar, pasi kompanitë kanë sistemuar dhe mbrojtur shumë më mirë nga bakteriet.